Në ditën e tretë të revoltës, kampi rikthehet plotësisht në kontroll. Në total, 68 të burgosur arrestohen si përgjegjës për revoltën dhe dërgohen në HTUSI në Tiranë. Në dokumente zyrtare, regjimi justifikon dënimet me arsyet e mëposhtra: djegjen e simboleve socialiste, ngritjen e flamurit pa yll dhe parullat politike kundër regjimit. 4 të burgosur dënohen me vdekje: Skënder Daja, Pal Zefi, Dervish Peka dhe Hajri Pashaj. Ata përshkatohen natën në malet e Mirditës dhe trupat e tyre nuk u kthehen kurrë familjarëve. Ndërsa Tarti, iniciatori i dytë pas Pal Zefit, që kishte kontribuar si një i burgosur në këtë kryengritje, nuk falet nga autoriteti. Ata i bëjnë qenit një gjyq dhe e shpallin armik të popullit. Si dënim, atë e përshkatojnë dhe më pas e varen në oborrin e kampit. Kështu pra merr fund revolta triditore, e cila nuk e rrëzoi diktaturën shqiptare, por dëshmoi një gjë. Edhe në një kamp përqendrimi, pa armë, pa forcë fizike, rezistenca mund të bëjë dëm shtypjes.